Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Do të flasim tani për Mateo Borin, Mateo i cili në fakt kohët e fundit është i përkushtuar jashtëzakonisht shumë në rrugtimet e tij të bukura, të artit, të medias, të këngës dhe gjithçka tjetër që në fakt po sjellën në televizionin Top Channel. Mateo është duke na shijuar me artin e tij fantastik, është duke na kënaqur të gjithëve dhe po kënaq edhe veten. Ditën e sotme, Mateo së bashku me ekipin e rubrikës She's on Top, një rubrik e emisionit e diel, që do të thënë është një maraton e gjatë transmetimi në ditën e diel, ka disa rubrika të ndara, ku ndërtoj ka dhe She's on Top me një minutazh të mirë konsiderueshme. Ka ndarë momente shumë të bukura dhe siç duket kanë xhiruar episodin e radhës në një ambient shumë interesant. Do të thënë ato nuk do dalin komplet nga studioja, por një atmosferë të bukur e kanë xhiruar edhe në një ambient siç duket në plazh, pasi që është një emision apo është një rubrik që i kushtohet të bukurës, është një rubrik që i kushtohet fantastikes, kanë përzgjedhur që ta xhirojnë në një ambient të bukur, në një resort, si me thënë, apo në një copës resorti në një plazh të Tiranës, ku Mateo duket shumë happy dhe duket shumë i kënaqur realisht me arritje që ka bërë deri më tani. Mateo Bori është duke shijuar pafund këtë famë të madhe që po kalon, këtë famë të madhe që po jeton, po kënaqet në këtë gjë dhe po e shijon pafund edhe këngën e tij. Kënga e Mateo sot është transmetuar edhe në këtë pjesë të bukur të plazhit shqiptar, ku me patjetër që nuk është pjesë e emisionit, po do të thënë DJ e ka lëshuar dhe janë kënaqur duke shijuar momentin. Do të thënë do të jetë një episod paksa më i veçantë, ku Mateo duket që ka në ekran Nikon, një personazh tjetër nga She's on Top, do të thënë një nga pjesa tjetër e jurisë, dhe duket që janë shumë të lumtur dhe të kënaqur. Unë mendoj që Mateo mori atë që dëshironte të merë, do të thënë Cezari merr atë që meritonte. Në këtë rast Mateo është vërtet një Cezar që ka marrur atë që ai meritonte dhe që dëshironte. Është duke e shijuar këtë gjën e tij, këtë famën e madhe, këtë suksesin e madh, këtë ambientin e bukur që në fakt po i fal jeta dhe po kënaqet në këtë sukses të merituar. Ai po e jeton momentin dhe dëshiron që këtë moment fantastik ta ndaj dhe me ne dhe ta jetoj dhe me ne. Do të thënë unë shoh një Mateo shumë pozitiv, kur mund të jetë njeriu kaq pozitiv me patjetër edhe kur është i dashuruar.